Vdekja është një proces i natyrshëm. Vjen në moment caktuar të jetës. Ndjesh me boni fakti se ishte babai i presidentit Thaçi dhe ai aktualisht ndodhet izoluar në dhoma specializuar në Hagë. Pritjet qytetare njerëzore dhe emocionale kanë qenë që të lejohet marrë pjesë në ceremoninë e varrimit, mirë po, vlerësimi i dhomave speciale është autonom. Administrata i ka vlerësuar se s'mund të lejohet të marrë pjesë. Çfarëdo interpretimi që t'i bëjmë ne, me çfarëdo qoftë gjuhë, etiketime, ku ta diune, nuk mund të ndikojmë, as nuk mund të ndryshojmë atë vendim që ka marrë gjykata. Tani, në aspektin human, sepse edhe ligjet kur hartohen, nuk janë as ftofta, vërtet ato ligji s'ka emocion në raport me njeriu, por kur interpretohet e ka dhe karakterin human brenda. Bile, ligjet janë pikërisht për të ndërtuar humanitet në raport me sjelljet shoqërore. E tani, bazuar në legjislacionin në cilin punojnë në dhomat speciale në Hagë, e kanë vlerësuar se s'mund të jetë pjesë e ceremonisë, mund të jenë arsye sigurie, mund të jenë arsye edhe të tjera sipas interpretimeve, po cilat do qofshin ato, ne nuk mund të ndryshojmë çfarëdo interpretimi që të bëjmë. Çka ishte e rëndësishme, se në këtë ceremoni pati një pjesëmarrje masive të popullatës, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga treva të tjera shqiptare, edhe nga Shqipëria, qoftë qytetarë surf sipërfaqësues. Shqipëria, Maqedonia, Presheva, gjithmonë. Dhe këto tregojnë respektin e lartë që ka presidenti Thaçi në shqiptarinë përgjithësi dhe tregojnë ndjesinë e këtij rasti të vdekjes, prandaj edhe kish gjithë këtë prezencë. Edhe unë mendoj se kjo duhet merret si lehtësim edhe për familjarët, edhe për gjithë ne që kemi bashkë ndije me presidentin Thaçi, me vëllezërit e tij, me familjen e tij e tjerë. Megjithatë, nuk u pan përfaqësuesit e institucioneve, pjesa më e madhe të paktën, sepse kryetarin e Prishtinës e pash, pjesën e partive politike opozitare, nuk e di se unë nuk kam qenë në varrim, nuk e di si ka qenë organizuar, çfarë mesazhi është ky Berisha. Pra, nuk ka qenë kryeministri, nuk ka qenë presidentja, nuk ka qenë kryeparlamentari. Ne nisëm kritikën me dhoma speciale që funksionojnë në bazë ligjit, kurse për institucionet duhet me nisë vlerësimin në bazë normave morale dhe traditës që kemi ne. Edhe të komunikimit politik. Populli shqiptar pa marrë parasysh komunikimet, i ka disa norma tradicionale që e kanë rujt identitetin tonë dhe që kanë ditë të dalin nga vetvetja, të i kalojnë vetveten në momente kritike. Mos hytash me dramatizu, do të thotë kanë qenë gjendje gjaksit me i dhanë leje me ardhë në varrim. E tash për shkak të komunikimit politik, në qoftë se kjo ka qenë arsyeja. Mos me qenë prezent, atëherë duhet me diskutu. Është dashur përfaqësues institucional të jenë prezent, të paktën në atë komemoracionin. Nëse jo për shkak të procedurave të zgjatura, komemoracioni ka qenë një moment kur kanë përfaqësuar edhe institucionet e shteteve për rreth, domethënë Maqedonisë dhe Shqipërisë, Malit Zi. Unë mendoj se është dashur mirë, po gjithmonë ata mund ta kenë mbulesë zyrtare, por mbulesën morale nuk mund ta përdorin. Zeqiri po ashtu ka qenë sot në